Mirë, kalojmë në një dy thyerje. Vazhdo në Erioni me thyerjen e tij. Unë do ta bëj pas dhe unë. Vazhdo ti direkt. Vazhdoj unë direkt, okej. Nëse dashuroni dikë vetëm sepse ka paraqitje, më besoni, nuk është dashuri, por është dëshirë. Nëse dashuroni dikë vetëm sepse është inteligjent, nuk është dashuri, por është admirim. Nëse dashuroni dikë vetëm sepse ka para, më beso, nuk është dashuri, por është interes. Por nëse dashuroni dikë dhe nuk e dini sepse e dashuroni dhe shpesh thoni me vetë, ore, pse e dua unë këtë, kjo është dashuria e vërtet. Por dashuria e vërtet është tani në vëndçe me një panel gigantesk, do diskutojmë për çështje që ju prekin direkt në tavolina tuaja, edhe në stomaqet tuaja. Ore, ka lethitur çmimet u, nuk e di do me thënë me çfarë beti ka shkuar në shitje Fiku. Lali Fiku. Me qëfar beti 7.000 lek? 16 në fillim. 7.000 tani? është me 8 tani. Nuk e di fare, do me thënë. Shkojmë në vëndçe.